Në një kohë kur zërat e njerëzve në nevojë shpesh humbasin mes zhurmës së përditshme, ajo ka ditur të bëj ato histori të dëgjohen, të preken dhe të ngrenë vetdijen e opinionit publik. Me një përkushtim të jashtëzakonshëm ndaj mbrojtjes sociale, me 10 reportazhe të guximshme dhe histori njerëzore që kanë lënë gjurmë sot, ajo vlerësohet me çmimin 13 nëntore. Një nga mirënjohjet më të larta në qytetin e Shkupit. Kjo është një ditë që nderon punën, humanizmin dhe forcën e saj si profesioniste, por edhe si njeri. Sot kemi Delvinën në studio për të biseduar rreth këtij çmimi edhe rreth guximit të saj, kurajos së saj dhe asnjëherë asaj ndrojës për të ngritur zërin kur është e nevojshme dhe normalisht për të mbrojtur të tjerët. Delvina, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, ju përshëndes dhe përshëndes teleshikuesit. Është kënaqësi të jem pjesë e këtij paneli. Faleminderit shumë. Morët çmimin 13 nëntore, si e prite këtë lajm? Në fakt, lajmin e pranova me emocione të përzira në mes gëzimit, mirënjohjes dhe ndjenjes së thellë të përgjegjësisë. Për mua, ky çmim nuk është thjesht një vlerë personale, por ky çmim është në fakt dhe mbetet njohja e zërit të atyre që nuk dëgjohen. Ky çmim më ka nderuar për veprën, madje kur e pranova lajmin, më rikujtuan të gjitha familjet të cilat i kam takuar, nënat e vetmuara, fëmijët dhe pleqt e braktisur, të sëmurët, e pash këtë çmim si një pasqyrim të historive të tyre dhe kjo më emocionoi më shumë se gjithçka tjetër. Po çfarë përfaqëson ky çmim për ju si një profesioniste e mbrojtjes sociale në këtë fushë, sepse është një fushë mjaft e prekshme, ku shumë pak njerëz marrin guximin ta prekin, edhe pse ndoshta duan nga brenda nuk e kanë atë guximin e brendshëm. Për ty si profesioniste ky çmim duhet të flet shumë sigurisht. Ky çmim për mua është një rikujtesë se puna që bëjmë në terren shpesh e heshtur dhe e lotshme, por ka peshë dhe kuptim. Ai përfaqëson një përgjegjësi për të vazhduar dhe më fuqishëm misionin tim. Mbrojtja sociale nuk është në fakt profesion, por është thirrje dhe ky vlerësim më motivon edhe më shumë të thelloj punën time, të mos dalem në përpjekjen për të bërë të dukshme sfidën e të padukshmeve. Prekja e historive të njerëzve të cilat janë shumë të ndjeshëm socialisht është një temë e thashë dhe paraprakisht e ndjeshme, po që kërkon jashtëzakonisht shumë guxim. Si depërtove, si e morre guximin që të prekësh në këto tema, tu ndihmojsh këtyre njerëzve për historitë e tyre shumë të ndjeshme? Doshta kam nisë në atë që edhe historitë e shkurtra ndonjëherë duhet të dëgjohen dhe kjo në fakt meritohet që të dëgjohet. Kam parë njerëz që jetojnë në kushte shumë të vështira, por që ruajnë dinjitetin, shpresën dhe përpjekjen për të ngritur. Gjë që edhe kjo më ka mundësuar mua që të qëndroj stoike ndaj padrejtësive të shoqërisë tonë. Nuk kam mundur të qëndroj e heshtur ndaj problemeve të shoqërisë tonë dhe shkrimi, reportazhi, fjala ime janë mjetet më të dukshme për ato plagë, për t'i bërë ato plagë, por edhe për t'i shfaqur përmes shkrimeve dhe për ta shfaqur atë në publik dhe për të ofruar një rrugdalje, solidariteti, por edhe veprimi. Si mund t'ja dalësh e fortë të qëndrosh emocionalisht pas këtyre historive kaq të rënda të cilat ke prekur dhe je ballafaquar me njerëz që ndoshta ne as nuk ja kemi hamendjen për gjendjen aktuale sociale tyre të vështirësuar dhe të rëndë? Dua të jem me sinqert në këtë që dua të them. Kam nga histori që kam dëgjuar, jam kthyer në shtëpi zemërthier dhe shpirt ngarkuar.
por megjithatë forca më vjen nga vetë fjala e tyre, nga buzëqeshja e tyre dhe nga shpresa për t'i kaluar këto vështirësi. Ki humanizëm i tyre në një farë mënyre më ka dhënë edhe mua forcë dhe më kujton se nuk kam të drejtë edhe unë si një tekst shkruese e këtyre reportajeve të dorëzohem, sepse ne gazetarët dhe shkrimtarët, nëse dorëzohemi, atëherë humbe dhe mundësia e tyre për të dëgjuar. Nga gjitha këto raste, gjitha këto reportaje, ka pasur ndonjë rast që ty të ka prekur më shumë, më i ndjeshëm, i cili gjithmonë do mbetet në kujtimet e tua? Po, unë në fakt duhesha që ta sjellë edhe librin e reportajeve, por këtu nuk është mundësia që të lexoj një reportazh mbi një familje të varfër, sepse mbi të gjitha ne japim një porësi ndaj opinionit dhe duam që të jem një person, një zë pozitiv që... Një zë pozitiv, ju faleminderit shumë, dhe kështu që dua të përmend një histori që vërtet më ka mbetur gjatë në kujtesën time, një baba i cili po rriste 3 fëmijët jetim, pasi e shoqja kishte ndruar jetë dhe kishte një shtëpi thuajse të rënuar, pas një mbështetje institucionale, jetonin në një dhomë të vogël, të ftohtë, pa ngrohje, pa të ardhura të qëndrueshme. Mirë po ai nuk u ankua kur. Dhe kur nisa të shkruaj reportazhin mbi jetën e kësaj familje, me njëherë komuniteti reagoi, me njëherë edhe njerëzit ndihmuan, dikush i gjeti punë, dikush tjetër mundësoi mobilimin e shtëpisë. Ishte momenti kur kuptova fuqinë e vërtet të fjalës time dhe të humanizmit. Kjo histori më ka shoqëruar gjithmonë sepse më kujton pse e kam bërë unë këtë punë. Mban ndonjëherë kontakt me personat për të cilët ke kryer edhe reportazh, ndonjë mesazh se si janë, atë përshëndesin, ndonjë festi ja uroni njëri tjetrit, ke ashtu kontakte? Fatkeqësisht njerëzit e varfër s'ka marrë, unë i kam evidentuar përmes institucioneve shtetërore, gjithësisht Bashkësisë Fetare Islame, redaksisë, si dhe kulteve të tjera, dhe nuk kam arritur që të kontaktoj njerëz, sepse ata nuk mbartin telefona, por një adresë kuturu. Dështë ndonjëherë do bëjmë shumë njerëz bashkë dhe do shkojmë të vizitojmë, ku e dim, apo? Po, patjetër, por fatkeqësia është që në rrugët e Shkupit unë akoma i takoj ata persona të cilët i kam intervistuar mbi gjendjen e tyre financiare. A mendon se shkrimet dhe reportazhet tuaja kanë ndikuar në perceptimin e opinionit publik? E përmende se zëri yt veç se më ka bërë një impakt shumë të madh tek personi apo prindi i cili ka ngelur pa bashortën e tij dhe menjëherë kanë ndihmuar njerëzit apo bujaria e tyre që t'u gjej punë apo strehimore, po si mendon se ka ndikuar në opinionin apo perceptimin e opinionit publik? Besoj se ka ndodhur ajo që gjithmonë kam shpresuar, njerëzit kanë filluar sot të ndjejnë më shumë, të shikojnë përtej pamjes së jashtme, të kuptojnë se varfëria nuk është zgjedhje, por rrethan. Shkrimet e mia janë përpjekur që të krijojnë një farë empatie, por edhe mobilizim. Kam pa raste kur institucionet kanë reaguar shpejt, kur organizata qeveritare ose njerëzit janë dalur, kanë menduar dhe kanë quar familjen drejt ndihmës. Atëherë puna ime ka pasur vërtet një qëllim dhe këtu mund të potencoj që në këtë rast bashkë me sindikatën e gazetarisë kemi realizuar një konferencë në kuadër të Bashkimit Evropian, i cili qenë një përgjegjës po nga Bashkimi Evropian mbi çështjet e varfërisë dhe njerëzve
të shtresës së ullët. Gjë që kemi bërë përpjekje dhe kam treguar dhe kam bërë që përmes hulumtimeve të mia të bashkëpunoj me Ministrinë e Punëve dhe Politikës Sociale për të rritur shumën financiare të ndihmës sociale të këta familjar. Dhe kjo besoj që ne si gazetar dhe shkrimtar do duhet që ta çojmë zërin për këta skamor për të ndihmuar, sepse sot është shekulli 21 dhe është thuajse e turpshme që ne të mos jemi ndihmës për këta fëmijë, nëna ose të moshuar të praktisur. Kur jemi tek opinionet, a ka ndodhur ndonjëherë reagim nga dikush pozitiv apo vlerësim pozitiv, padyshim që të ka shtyrë edhe më shumë të merresh me këtë punë dhe të japesh edhe më shumë nga vetja, sepse në sekondën që ti merr një vlerësim nga dikush, automatikisht ti e shef impaktin që e ke nga puna apo përkushtimi që e bën. Të ndodh kështu kur merr vlerësime pozitive dhe të japin sa më shumë kurajo dhe thellë në vetë thua, unë po bëj diçka, unë po i ndihmoj diku, qoftë një personi në jetën time, unë ja kam ndryshuar jetën apo pikpamjen se si ai e sheh veten dhe vetvlerësimin mbi veten. Dëgjoni, në fakt unë i përkas edhe pjesës së letrave ose jam në botën e shkrimtarëve dhe zakonisht neve edhe përmes fjalëve që përcjellim japim një kënaqësi edhe një motiv për të ecur përpara një person përballë. Ndërsa sa i përket këtyre, unë humanizmin tim besoj që e kam realizuar përmes shkrimeve duke i dëgjuar këta familjet të cilët vërtet kanë vuajtur dhe vuajnë dhe përmes këtyre reportazheve kam krijuar një farë humanizmi, por që në vete kam bërë edhe përpjekje të tjera, të cilën ju tashmë e dini si media, që përmes librave të cilat i kam botuar unë, janë shitur dhe parat kanë shkuar te këta familje, gjë që është një ndihmë shumë e vogël, por si person, aq e kam mundësin për të ndihmuar. Nëse fillojmë të gjithë nga pak, do bëhet shumë. Duhet të fillojmë të gjithë nga një gjë të vogël të dhurojmë që ajo të bëhet e madhe. Delvina, çfarë sfida është mëdha po përballet Shkupi dhe vendi sot? Sfidat janë të shumta dhe komplekse. Varfëria mbetet një nga problemet më të mëdha, veçanërisht tek familjet shumë antarëshe, nënat e vetme dhe komunitetet e marginalizuara. Mungesa e qasjes në shërbimet bazë, strehimi i pamjaftueshëm, papunësia, si dhe mungesa e mekanizmave të fortë të institucioneve për reagim, kjo do të thotë që janë probleme që duhet të trajtohen urgjentisht. Një tjetër sfidë e madhe është edhe izolimi emocional i shumë familjeve. Njerëzit po lodhen nga krizat e njëpasnjëshme që kemi ne në Shkup dhe në shtetin tonë. Shkupi ka shumë potencial, por duhet shumë bashkëpunim, solidaritet dhe politika sociale reale. E vërtet, si cila është kategoria më e pambrojtur sot në vend? Nga të dhënat që i ke marrë, nga hulumtimet që i ke bërë? Ngelin nënat? Më shumë janë nënat, të cilët nuk e kanë bashkëshortin. Këta janë, mendoj që janë kategoria që jetojnë më me vështirësi, sepse femra, si që dihet në Maqedoni, është edhe ca e marginalizuar. Ne shohim në media që ka vajza të cilët punojnë në gazetari ose në institucione, por ki numër është shumë i pakët, prandaj do duhet që të ngritet zëri mbi femrën, e cila do duhet të përkrahet më shumë.
dhe statistikat edhe botërore tregojnë që femra paguhet shumë më pak se sa mashkulli në pozicionet e larta të institucioneve. Po, kur jemi të institucionet, a hasni pengesa në institucione gjatë trajtimit të rasteve apo gjatë hulumtimeve? A ka pengesa institucionale? Jo, jam përpjekur që përmes institucioneve, për shembull Fondi i Shëndetësisë, nëse kam hasur një familje të cilët kam pas probleme, gjithsesi fëmia që do duheshte të bëj një ndërhirje kirurgjikale dhe mungonin financat, atëherë përmes Fondit të Shëndetësisë kemi arritur që të bëjmë një farë ndërmjetësimi dhe të dërgojmë edhe jashtë shteti. Kemi pasur, domethënë, marrëdhënie reciproke, por që ndonjëherë ka pasur pengesa për shkak të dokumentacioneve, sepse shumë nga familjet të cilat i kam gjurmuar, kam pas mungesë në shtetësisë dokumentacioneve. Ata ndoshta problemin e fundit në mendjen e tyre e kanë që të kenë një dokument identifikimi. Përmende mediat, përmende se ka pak fytyra femrore në për media. Sa mendon se mediat i kushtojnë rëndësi dhe vëmendje temave sociale? A mendon se duhet mediat, cilat do qoftë lloj mediave, ajo e shkruar, televizive, radio, të kenë më shumë impakt, të bëjnë më shumë, apo është e mjaftueshme edhe interesi që kanë mediat? Unë mendoj se mediat janë në gatishmëri për të punuar këtë çështje, por nuk ka reciprocitet ndërmjet institucioneve për krahje. Kjo është një temë e lënë pak anash, edhe pse mediat punojnë, por nuk u jepes shumë vëmendje. Do duhet më shumë të çohet zëri mbi këtë çështje, sepse nuk mund t'i lëmë njerëzit të vuajnë edhe të vdesin në mënyrë makabre. Po, kur jemi tek ajo se nuk mund t'i lëmë njerëzit të vuajnë, si mund të përmirësohet mbrojtja sociale, pikërisht tek ne? Mesazhi im është shumë i thjeshtë, t'i shohim njerëzit, të mos i gjykojmë për vështirësitë të cilat ata po përballen, të përpiqemi të kuptojmë rrugën e tyre. Në fakt solidariteti nuk është luks, është nevojë. Ne si shoqëri rritemi vetëm kur ndihmojmë njëri tjetrin. Sot më shumë se kur kemi nevojë për empati, mobilizim, bashkëpunim dhe guxim për të vepruar. Siç e tham edhe më herët, çdo gjest i vogël ka peshë dhe secili prej nesh do të duhet të jetë arsyeja pse një familje gjen shpresë. Kur jemi tek mobilizimi dhe tek ajo të grumbullimi të gjithëve të bëhemi që gjithë së bashku, a mendon se të rinjt mund sa më shumë të angazhohen, edhe më shumë të angazhohen në fakt dhe edhe ata të jenë pjesë e një akti humanitar i cili do ju ndihmon edhe personave të cilët janë me një gjendje më të rëndë financiare apo sociale? Shumë e bukur kjo pyetje, është një temë tabu e cila do duhet të zgjerohet. Ne lëvizim nga vendi në vend ose shkojmë në për vendet evropiane dhe shohim se si funksionon çështja sociale. Nga atje mund të marrim mësim dhe mund të thithim atë përvojën dhe të derdhim në shtetin ton. Rinia sot, me sa e shoh, është në një gjumë letargjik, do duhet që institucionet arsimore t'i aktivizojnë, sepse ne kemi shembull nga të parët tanë, ku kam punuar në moshën 17 vjeçare, kam punuar vullnetarisht dhe u është përblier me një shëtitje në Evropë. Sot nuk ndodh një gjë e tillë. Sot nuk e kuptojnë sepse puna me vullnet dhe puna pa të mira materiale të sjell një farë kënaqësie. Dhe kjo do duhet që rinia të punon në mënyrë vullnetare për të arritur të heqim disa
barierat të cilat i kemi, jo vetëm në pjesën e ndihmës të moshuarit, por edhe në pastërtinë e qytetit e kështu me radhë. Mendoj se në çdo sferë të jetës, po tani të rinjt janë më të llastuar dhe atë comfort zonën e kanë më të paprekshme se gjeneratat ne apo gjeneratat para nesh, që vetë potencove kemi pasur kënaqësinë apo nderin të jemi pjesë e një organizate ku kemi qenë vullnetar dhe ku kemi mund të japim diçka nga vetja. Dhe përfundua një pyetje, çfarë roli ka humanizmi në punën që ti e bën? Humanizmi është frima e punës sime. Pa humanizëm, një reportazh është thjesht një informacion, një shkrim është thjesht një tekst. Ajo që i jep shpirt punës time është përpjekja për të pa njeriun, për të dëgjuar, jo vetëm me profesionin që kam. Kam mësuar se humanizmi është një ndjenjë momenti, nuk është vetëm një ndjenjë momenti në fakt, por është një vlerësim i vazhdueshëm për të vepruar drejt, për të sakrifikuar, për të mos u dorëzuar para indiferencës. Pa humanizëm nuk do të isha kjo që jam sot në fakt. Dhe Delvinën do e presim gjithë një e më shumë në këtë sferë duke ju ndihmuar të tjerëve, padyshim. Faleminderit shumë, është një temë që më emocionon jashtëzakonisht. Uroj që teleshikuesit të më kuptoj, sepse ndryshe është kur flasim dhe ndryshe është kur neve ecim dhe shohim. E ndjejmë nga afër, e prekim atë gjendje. Shumë e vërtet. Po. Të urojmë edhe një herë për çmimin, mëse i merituar dhe u shtofshin sa më shumë kështu çmime dhe dëshira dhe vullneti yt mos u shuaft kur dhe u shtofshin sa më shumë njerëz të tjerë të cilët ne kanë po të njëjtin entuziazëm dhe dëshirë për të ndihmuar të tjerët. Ju faleminderit shumë, ju uroj çdo të mirë. Faleminderit. E pra, mishë dashur, dal nga dal këtu edhe i erdhi fundi emisionit ton, ne këtu po përshëndetemi për sot, ishte kjo e tëra çfarë arritëm të përgatisim në emisionin Ritmi i ditës nga ora 8 deri në ora 10 drejt përse drejti nga TV2 apo Servisi Publik i Gjuhës Shqipe. Unë ju uroj një pasdite të këndshme, ju uroj një ditë për plot energji pozitive, për plot dashuri dhe mirëqenie të shëndosh. Ne takohemi nesër pikërisht në ora 8, pikërisht këtu me mua për të kapur pulsin e ditës së bashku dhe për të vazhduar me ritmin e bukur të emisionit ton nesër nga ora 8 deri në ora 10 drejt përse drejti në TV2. Deri nesër, mirëmbëjtje dhe miru takofshim.